Në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjteje është vënë në pranga drejtori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës, Dorian Hoxha. Burime nga policia e Vlorës bëjnë me dije se operacioni për arrestimin e tij është kryer rreth orës 3 të mëngjesit në zonën e Palasës. Mbi krye inspektorin Hoxha rëndon akuza për veprën penale shpërdorim detyre. Sipas hetimeve paraprake të zhvilluara nga strukturat e krimit ekonomik dhe organet e tjera ligjzbatuese, dyshohet se zyrtari ka lejuar ose ka mos vepruar ndaj shkeljeve të ligjit gjatë ushtrimit e detyrës së tij në territorin bregdetar. Më konkretisht, arrestimi i tij lidhet direkt me një ndërtim në vijën bregdetare, për të cilin dyshohet se nuk janë marrë masat e parandalimit apo ndëshkimit ligjor. Pas ndalimit në zonën e Palasës, Dorian Hoxha është shoqëruar fillimisht në ambientet e komisariatit të Himarës dhe më pas është transferuar drejt drejtorisë vendore të policisë së qarkut Vlorë, ku po mbahet në izolim. Aktualisht, po verifikohen dosje të tjera dhe praktika të HIMT-s për të parë nëse janë lejuar apo nuk janë parandaluar shkelje të ngjashme në territorin e Bashkisë Himar.